Përshëndetje. Celulari është bërë një mjet i domosdoshëm në ditët e sotme. Por ndonjëherë ne nuk i kuptojmë disa sinjale që na shfaqen në të. Në këtë video do të flasim për iPhone-in dhe pikën jeshile ose portokalli që shfaqet lart tek iPhone-i. Çfarë do të thotë ky sinjal? Pika portokalli dhe jeshile në iPhone apo ju përgjojnë? Nëse keni vënë re një pikë të vogël portokalli në cepin e sipërm të ekranit tuaj të iPhone-it, mund të jeni habitur se çfarë do të thotë ajo. Shumë njerëz kanë shqetësime dhe dyshime rreth saj, por e vërteta është shumë herë më e thjeshtë dhe më pak e frikshme se sa mitet që qarkullojnë në rrjetet sociale. Në vitin 2020, Apple prezantoi disa indikatorë sigurie për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve. Pika portokalli është një tregues që tregon që një aplikacion po përdor mikrofonin tuaj. Në mënyrë të ngjashme, pika jeshile tregon se një aplikacion po përdor kamerën ose të dyja, kamerën dhe mikrofonin njëkohësisht. A është kjo një shenjë që dikush po ju përgjon? Jo domosdoshmërisht. Pika portokalli nuk do të thotë që dikush po ju përgjon, por vetëm një aplikacion po përdor mikrofonin. Kjo mund të ndodhë kur jeni në një thirrje duke përdorur aplikacione sociale apo regjistrim zanor. Nëse nuk ndjeni rehat me këtë, mund të kontrolloni dhe menaxhoni cilët aplikacione kanë akses në telefonin tuaj. Si të menaxhoni pikën portokalli në iPhone? Identifikoni aplikacionin që po përdor mikrofonin. Lëvizni poshtë nga cepi i djathtë për të hapur Command Center. Në krye do të shfaqet një njoftim që tregon cili aplikacion po përdor mikrofonin tuaj. Kontrolloni lejet e mikrofonit. Shkoni te setting, më pas shkoni ke privatësi dhe security dhe në fund tek mikrofoni. Këtu mund të shikoni cilat aplikacione kanë akses në mikrofon dhe në qoftë se nuk dëshironi ndonjërin dhe dyshoni, mund ta ndaloni. Gjithashtu mund të ndryshoni edhe pamjen e pikës portokalli nëse ju duket e bezdisshme. Këtu keni dhe hapat që duhet të ndiqni. Masat shtesë për sigurinë e privatësisë. Kontrolloni aksesin e aplikacioneve në kamerë dhe mikrofon. Ndiqni të njëjtën metodë në privacy e security. Kujdes me aplikacionet e panjohura. Mos lejoni akses në mikrofon apo kamerë për aplikacionet që nuk i njihni. Përdorni App Tracking Transparency, iPhone ju lejon të kufizoni se cilat aplikacione mund të ndjekin aktivitetin tuaj. Ndiqni këto hapa që të jeni më të sigurt. A duhet të shqetësoheni? Jo, pika portokalli nuk është shenjë për rrezik, por një mekanizëm sigurie për të mbajtur të informuar. Apple ju jep kontroll të plot mbi privatësinë tuaj, ndaj shfrytëzoni këtë mundësi për të menaxhuar lejet e aplikacioneve. A keni vënë re ndonjëherë pikë portokalli në iPhone-in tuaj? A mendoni se dikush po ju përgjon? Na tregoni në komente. Shpërndajeni këtë video për të ndihmuar njerëzit që kanë iPhone. Faleminderit për kohën tuaj. Video të tjera interesante do të ndiqni në vazhdim.